Aktivistja shqiptaro-amerikane Viko Kalari ka akuzuar drejt për drejt kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha për humbje në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Përmes një reagimi në Facebook, Kokalari shkruan se faji për humbjen e PD-s nuk është tek manipulimet e Edi Ramës. Ajo shprehet se Berisha humbi sepse nuk I ofroi asgjë demokracisë së vendit, ndërsa shton se as lasivita nuk mundi dot ta shpëtonte masakër elektorale. Sali Berisha nuk humbe se të vodhi vota Rama, humbe se vodhe ti demokratët nga meritokracia dhe turp që rreth 13% nga zgjedhjet e 2021-shit. Të thamë s'ka lasivita që të shpëton, por vazhdo bjeri murit me kokë, se ka marrë një popull në qafë. Gjithsesi, sa të vlen lëkura e pam me këtë humbje fatale të demokracisë shterp që ofron, prap nuk e kupton. Në vitin 2021 nuk ishe ti shpresa, isha unë, shkruan Kokalari. Kjo e fundit ka reaguar shpesh në raport me situatën në Partinë Demokratike dhe leadershipin Berisha. Kokalari ka qenë në mënyrë koherente kundër drejtimit të Partisë Demokratike nga Sali Berisha dhe ka paralajmëruar thuajse për ditë për humbjen e thellë që do të pësonte më 11 maj përballë Edi Ramës.